Përshëndetje, tani po ju lexoj një çast timin personal e jetuar në Greqi në Athinë me të dyja gjyshet e mia greke, Eleni dhe Rodhopi, gjyshet e reja, të cilat më adoptuan në Athinë një lloj dhe më deshën më tepër nga mbesat e tyre. Neve uleshim gjithmonë aty në kopshtin me trëndafila dhe flisnin për orë të tëra. Unë tregoja jetën time, ato tregonin jetën e tyre. Një harmoni impresionuese dhe një dashuri te i kufirit njerëzor.